Emri i Çaj Lunit, zbuluesit të letrës, në të vërtetë është i panjohur për shumicën e lexuesve. Po të merret parasysh rëndësia e zbulimit të tij, është për të ardhur keq që ai është përfillur kaq shumë në Perëndim. Në mjaft enciklopedi të mëdha të botës nuk shkruhet asnjë fjalë për të. Madje edhe në librat shkollor për historinë, ai përmendet rrallë. Për shkak të rëndësisë së padiskutueshme të letrës, ky informacion i pamjaftueshëm që japim mund të zgjojë dyshimin se ndoshta Çaj Luni është figurë fetare e krijuar. Por studimet e vëmendshme tregojnë se Çaj Luni ka ekzistuar. Ai ka qenë përfaqësues nderi në oborin e perandorisë kineze. Rreth vitit 105, ai ja paraqiti mostrat e punimit të tij perandorit Zoti. Dokumentet kineze për këtë zbulim, ato janë ruajtur në arkivat zyrtare të dinastisë Han, janë të qarta dhe të sigurta. Në to nuk ka asnjë shenjë për ndonjë gjë magjike apo gojdhën. Kinezët gjithnjë e kanë njohur zbulimin e Çaj Lunit dhe emri i tij është shumë i njohur për ta. Për jetën e Çaj Lunit nuk dihet shumë. Në traktet kineze thuhet se ka qenë eunuk. Gjithashtu është nënvizuar se perandori ka qenë mjaft i kënaqur nga ky zbulim, gjë që ndikoi në lartësimin e figurës së Çaj Lunit. Ai ishte pasuruar dhe kishte fituar titull të lartë. Por më vonë ai u ngatrua me një intrigë të oborit, pas kësaj filloi rënja e tij morale. Në traktatet kineze thuhet se kur u turpërua, Çaj Luni u la, u vesh me rrobat më të mira dhe piu helm. Për një periudhë prej 2 shekujsh, letra kishte gjetur një përdorim shumë të gjerë në Kinë. Pas disa qindra vjetësh, kinezët e përhapën edhe në vende të tjera të Azisë. Por mënyrën e prodhimit të saj e ruajtën sekret edhe për një kohë shumë të gjatë. Megjithatë, në vitin 751, prodhues kinez të letrës së zënë rob nga arabët filluan ta prodhojnë atë në Samarkand dhe Bagdad. Kështu, përvoja për prodhimin e letrës filloi të përhapej edhe në botën arabe. Ndërsa në shekullin e 12, nëpërmjet arabëve u përvetësua edhe nga evropianët. Përdorimi i letrës mori për masa të gjera, edhe pas zbulimit të shtypshkronjës së Gutenbergut. Letra në Perëndim zëvendësoi pergamenën si materiali kryesor për të shkruar. Sot letra është një gjë kaq e zakonshme sa e kemi të vështirë të themi se si do të dukej bota pa të. Para Çaj Lunit, shumica e librave në Kinë shkruheshin në pllaka bambuje. S'ka dyshim që ato ishin jashtëzakonisht të rënda dhe as pak praktike. Disa libra janë shkruar në mëndafsh, por kushtonin aq shtrenjtë sa ishte pamundur të gjenin përdorim të gjerë. Në Perëndim, para zbulimit të letrës, shumica e librave shkruheshin në pergamen ose në velenza, që ishin një përpunim i veçantë i lëkurës së deles ose të viçit. Atë material më vonë e zëvendësoi papirusi, i parapëlqyer nga grekët, romakët dhe egjiptianët. Megjithatë, edhe pergamena, edhe papirusi gjendeshin me vështirësi dhe përpunimi i tyre kushtonte shtrenjtë. Librat dhe materialet e tjera të shtypura tani prodhohen me një kosto më të lirë, edhe në sasi më të mëdha, dhe kjo në një masë të madhe i dedikohet ekzistencës së letrës. Sigurisht letra sot nuk do të kishte rëndësi të madhe nëse nuk do të ekzistonte shtypshkronja. Por është e vërtetë, edhe se shtypshkronja nuk do të zbulojë po të mos kishte material të lirë dhe me shumicë, me anën e të cilit të mund të botoheshin librat. Në këtë rast, cila nga këto dy figura duhet të qëndrojë më lart, Çaj Luni apo Gutenbergu? Edhe pse pothuajse njësoj e çmojmë rëndësinë e të dyve, Çaj Lunin e kam vënë para Gutenbergut, për këtë arsye. E para, krahas materialit për të shkruar, letra ka rëndësi shumë të madhe edhe për përdorime të tjera. Faktikisht, me zbulimin e saj, krijohen mundësi të ndryshme për përdorimin për qëllime që nuk kanë asnjë lidhje me botimin e librave.
Së dyti, Çajluni jetoi para Gutenbergut dhe del pyetja, a do të zbulojë shtypshkronja për botim librash nëse nuk do të ekzistonte letra? Së treti, në qoftë se ekzistonte vetëm njëri nga këto dy zbulime, atëherë librat do të prodhoheshin më shumë me anë të ksilografisë, gravure stampuar në dru. E njohur kjo shumë kohë përpara Gutenbergut dhe letrës, se me shkronjat e lëvizshme apo me pergamen. Është e radhës që dhe Gutenbergu dhe Çajluni të përfshihen midis 10 personaliteteve më të shquara që kanë jetuar në kohëra të ndryshme? Që të kuptojmë rëndësinë e plotë të zbulimeve të letrës dhe të shtypshkronjës, duhet vlerësuar zhvillimi i kulturave përkatëse në Kinë dhe në Perëndim. Përpara shekullit të dytë, qytetërimi kinez ishte shumë më i prapambetur se ai i Perëndimit. Në 10 shekujt e më vonshëm, kinezët i arritën dhe i kaluan perëndimorët, edhe gjatë 7-8 shekujve. Në përqindje më të madhe, qytetërimi i tyre ishte më i përparuari në botë. Por, gjatë shekullit të 15, Evropa perëndimore e kaloi Kinën. Për këto ndryshime ka argumente nga më të ndryshmet, por sipas meje, shumica e argumenteve lën pas më të thjeshtën, letrën. Dihet se bujqësia dhe të shkruarit janë zhvilluar më parë në lindjen e afërt se në Kinë. Por vetëm kjo nuk e sqaron faktin se përse qytetërimi kinez mbeti kaq prapa Perëndimit. Faktor vendimtar sipas mendjes sime është fakti që para Çajlunit kinezët nuk zotronin materialin kryesor për të shkruar. Bota perëndimore kishte papirusin dhe pavarësisht nga pamjoftueshmëria e tij, mbizotroi më shumë se librat, që bëheshin me dru ose me pllaka bambuje. Mungesa e një materiali të përshtatshëm për të shkruar ishte pengesë e madhe për përparimin e kulturës në Kinë. Shkencëtarit kinez i duhej patjetër një karrocë plot për të mbartur një numër shumë të vogël librash. Kuptohet lehtë se në çfarë situate ndodhej drejtimi i administratës shtetërore. Megjithatë, zbulimi i letrës e ndryshoi në mënyrë të plotë qytetërimin kinez. Ai përparoi shpejt dhe vetëm për disa shekuj u barazua me atë perëndimor. Kuptohet, përçarjet politike në Evropë kanë rëndësinë e vet. Në shekullin e 4, Kina nuk ishte më përpara se Perëndimi, por ajo u zhvillua shumë shpejt në fushën e kulturës. Në shekujt e mëvonshëm, kur përparimi i Perëndimit ishte relativisht i vonuar, Kina mund të krenohej me zbulimin e kompasit, barutit dhe ksilografisë. Letrave shtëtjerash ishte më e lirë se pergamena dhe prodhohej në sasi më të mëdha. Peshorja anoi në dobi të Kinës. Kur vendet perëndimore filluan të përdorin letrën, atëherë ato mund ta mbanin hapin me Kinën. Veç kësaj, arritën të paksojnë prapambetjen kulturore. Por dokumentet e shkruara të Marco Polos forcojnë bindjen se Kina deri në shekullin e 13 ishte shumë më përpara se Evropa. Atëherë përse Kina ka mbetur prapa Perëndimit? Për këtë parashtrohen hipoteza të ndryshme kulturore, por mund të jetë e mjaftueshme, vetëm një sqarim i thjeshtë teknik. Në shekullin e 15, një gjeni evropian që quhej Johann Gutenberg përpunoi teknologjinë për prodhimin masiv të librave. Që atëherë e këtej, kultura evropiane përparoi me hapa shumë të shpejta. Kina, duke mos e patur Gutenbergun për botimin e librave, ishte e kënaqur me ksilografin dhe kultura e saj zhvilloi relativisht ngadalë. Duke u nisur nga kjo analizë, nuk mund të mos arrim në përfundimin se Çajluni dhe Johann Gutenbergu janë dy nga figurat më të shquara të historisë njerëzore. Çajluni lartësohet mbi të tjerët edhe për këto shkaqe. Shumica e zbulimeve janë fryti i kohës së vet. Ato do të zbuloheshin edhe po të mos ekzistonte shpikësi i tyre. Por rasti i zbulimit të letrës është krejt ndryshe. Evropianët filluan ta prodhonin atë 1000 vjet pas Çajlunit. Edhe më i dukshëm është fakti se pasi e patën në dorë letrën kineze, shtetet e tjera aziatike nuk arritën ta prodhonin dot vetë.
Zbulimi i rëndësisë së prodhimit të saj ishte aq i vështirë saqë nuk mund të arrijej në një vend me zhvillim mesatar kulturor, por ishin të domosdoshme përpjekjet e ndonjë figure shumë të talentuar për të mundësuar arritjen e saj. Dhe kjo figurë ishte Çajluni. Metoda që ai përdori, nëse nuk merret parasysh mekanizmi i viteve 1800, mbetet e njëjtë me atë të ditëve të sotme. Këto janë arsyet që Gutenbergun dhe Çajlunin i vë midis 10 personaliteteve të para në libër. Dhe përsëri Çajluni është më përpara.